Një krim i rënd ka tronditur me zgjidhjen e kësaj të njëjtë qytetin e Shkodrës, rreth orës 13:30 në lagje Marklula. Shtetasi Shqefin Ziqi, 62 vjeç, ka vrarë me armë zjarri bashkëshorten e tij, shtetasin Bardhe Ziqi, rreth 55 vjeçe. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për motive dobta dhe krimi është kryer me një armë gjahu pranë banesës së tyre. Në lidhje me ngjarjen e rënd, ka folur edhe një afërm e familjes, shtetësia Zoi Nika. Ajo thotë se të gjithë kishin respekt dhe nuk kanë ndjenjë të asnjë konflikti mes çiftit, ndaj ngjarja e rënd i ka shokuar të gjithë. Kur fatkesje për djalë, kur se këna lesja din, dhe që mirë, e neshme, me shku me makinë me ta, me ardhë, të natë mira. As një të dhe në Francën shkosh, njëri shumë i mirë. Edhe gruaja, farkan kja lagje të pëmcet. Nuk ja di kush e tjertë kesha saj gruajet. Ja. Vesh, ne dje shumë kesh. Si u shukatën kjo familje, ne dje shumë kesh, shumë. Të dhjën kanë të mirë, po, qa me do? Qa lidhjet ke me ta, po thëmë? E kom, atje në të e kom përshërin. Edhe këtë gruan e kom shumë respekt për dhe sa ka kanë gruan njëre urtimit të natë mirat. Në shkërit një dhe të. Si ndjeni të konflikteve? Debate më të bashme? Debate kur jëm kanë unë shpesh herë atje, e kur për jes kam një debate, dhe shtu i shkua mire, kur për jet nuk e kam një televizita. Pas marrjes së njoftimit nga banorët e zonës, shoqërinë e policisë kanë shkuar në vend ngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen e autorit dyshuar, shtetasin Shqefin Ziqi, i cili shoqëruar në komisariat për kryen e veprime procedurale. Gjithashtu është sekuestruar dhe arma zjarrit, me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Nga ana tjetër, grupi hetimor në drejtimin e prokurisë vën veprimet për zbarjen dhe dokumentimin e plotë të rrethantë të ngjarjes.